Megjithatë, unë e di pse Edi Rama nuk erdhi edhe sot në seancë plenare. Sado manipulator, Edi Rama e di se nuk mund të flasë në publik për krimet e tij shtetërore. Ai është peng i tyre dhe unë besoj se Edi Rama e ka menduar realisht dorëheqjen, atë që u tha ju në mbledhje grupi, por nuk mund ta jap dorëheqjen, sepse nuk është më një njeri i lirë. Ai është peng i sistemit që ka ndërtuar vetë, është peng i interesave që vetë ka ushqyer për 13 vite. Edi Ramën nuk e lejojnë të largohet, sepse ka ende borxhe për të shlyer, borxhe që i shlyen duke shitur copat Shqipërisë, borxhe që i shlyen duke hapur zonat e mbrojtura për beton, borxhe që i shlyen duke ndryshuar ligjet për të shërbyer klientëve të tij financiar dhe trafikantëve të drogës, borxhe që i shlyen duke vënë interesat e tyre mbi interesat e shqiptarëve. Është pikërisht ky sistem që shqiptarët po sfidojnë prej javësh në shesh. Nuk protestojnë më vetëm për flamingot, nuk protestojnë më thjesht kundër ligjit për zonat e mbrojtura. Shqiptarët po protestojnë kundër një modeli qeverisje ku ligji ndryshohet për klientët me votën tuaj. Pronat publike vjen në shërbim të interesave private dhe shteti përdoret për të mbrojtur pushtetin dhe jo qytetarët. Prandaj kërkesat e protestuesve nuk janë të rastësishme. Janë pesë goditje ndaj të njëjtit sistem. Janë kërkesa që Partia Demokratike dhe opozita i kanë ngritur prej kohësh dhe sot një pjesë prej tyre janë bërë edhe kushtet Bashkimit Evropian në rrugën e Shqipërisë drejt integrimit evropian, sepse secila prej tyre godet një hallk në sistemin që ka ngritur personalisht Edi Rama. Kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit sepse ky sistem i kalbur ka një përgjegjës politik. Kërkojnë shfuqizimin e ligjit për investime strategjike sepse ai është bërë instrumenti i privilegjit të klientëve të pushtetit. Kërkojnë shfuqizimin e paketës maleve sepse territori i Shqipërisë nuk mund trajtohet si plaçk për interesa private të Edi Ramës. Kërkojnë anulimin e ndryshimeve në ligjin e trashëgimisë kulturore sepse historia dhe identiteti i këtij vendi nuk mund zhbëhen për interesat private të Edi Ramës. Kërkojnë anulimin e ndryshimeve në ligjin e zonave të mbrojtura sepse Shqipëria nuk mund të ecë drejt Europës duke u larguar nga standardet europiane për mbrojtjen e natyrës. Besoj se tani e keni shumë qartë që Edi Rama nuk guxon të vijë në këtë sallë për të lënë llogari. Si do ta mbronte ligjin për investime strategjike që ka betonizuar të paktën 6 milion metër katror bregdet. Ligjin me cilin u hapi rrugë trafikantëve dërgomtar të drogës të pastrojnë miliona dhe miliarda euro në ndërtim dhe turizëm. Si do ta mbronte paketën e maleve që legalizon zaptimin e pronës shtetërore me 1 euro, që e kthen pronën publike në privilegj të padrejtë privat dhe që klientët e Edi Ramës në fund t'i shpërblej me përjashtime të gjëra nga taksat për 10 vite. Si do ta mbronte ndryshimin në ligjin e trashëgimisë kulturore, të cilën e trajton atë si pengesë për betonizimin e zonave të mbrojtura. Si do të mbronte ndryshimin në ligjin për zonat e mbrojtura, kur edhe vetë Parlamenti Evropian i kërkon Shqipërisë ta shfuqizojë dhe të pezullojë çdo leje ndërtimi në zonat e mbrojtura derisa kjo të ndodhë. Ne sot nuk do t'i vinim prangat Edi Ramës për krimet që ka bërë. Besoj se do të vijë koha që drejtësia të jetë në lartësinë e ligjit për ta bërë këtë. Ne sot kishim një kërkesë që në çdo vend me demokraci të vërtet konsiderohet elementare, ABC-ja e parlamentarizmit. Ne kërkuam që kryeministri të informojë kuvendin, po citoj kërkesën, mbi masat që ka marrë Këshilli i Ministrave për adresimin e shqetësimeve të evidentuara në rezolutën në raportin e Parlamentit Evropian për ligjin e investimeve strategjike dhe ato të zonave të mbrojtura dhe trashëgimisë kulturore që rezultojnë gjithashtu të jenë kërkesat qytetarëve që tashmë protestojnë për një muaj. Asgjë më shumë, nuk i kërkuam të pranonte krimet e tij, nuk i kërkuam të pranonte kërkesat e protestuesve, i kërkuam të bënte ato që bën çdo kryeministër në një demokraci funksionale, të vijë në parlament dhe të jap llogari për veprimet e qeverisë së tij. Ai refuzoi duke shkelur kushtetutën në mënyrë të përsëritur. Pas 13 viteve në pushtet, Edi Rama nuk sillet më si kryeministër, sillet si pronar i Shqipërisë.